Në vigjilje të 8 marsit, ditës së gruas, u bashkuan për të reflektuar rolin e gruas në letërsi dhe shkencë. Me këtë rast, u bë promovimi i monografisë Shkrimtarët shqiptare 1954-1990 i autorës Meliza Krasniqi. Meliza përdor të kombinuara një varg teorish letrare për t'ju qasur teksteve, duke pasur për bazë teorinë e studimeve gjinore, nga rrjedhin edhe gjinokritikët. Në këtë vepër, autorja Meliza Krasniqi shpalos sa me shtrirje të hartës letrare, ajo edhe i vlerëson veprat e autorëve në hartën kohore 1954-1990. Nga ana tjetër, gjithë botës, por edhe popullit shqiptar, kudo që është, këtu emocional, i takon dhe kjo korale. E nisa këtë udhëtim me një grua, me Musinë Kokalarin, shkrimtaren e parë shqiptare. Ishte ajo që më bëri të mendoj ndryshe mënyrën e se si e kemi pa letërsinë e grave. Më bëri të kuptoj se nuk mjafton të shohim krijimtarinë e tyre si raste të veçuara. Ky libër tani më është në duart e lexuesve dhe të ulëmtuesve të albanologjisë dhe zhvillimeve në letërsinë shqipe gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20.